Djeli po linte pas vargmaleve dhe tashme po ndjeshkonte token e carit e gropesit tele. Nje bashki e vogël, e fshehur në krahinen e tharet e shpatit, ku emri i qytetit tingalonte prej te muajsh si një ironi mizore. Shiu nuk kishte reneke nga fillimi i vitit, dhe ajo që dikur ishte ngjalume me ugjeratek gjeletake per shkonte lugine, tani ishte vetem gje vigje baltete thare me zgureve te zbardhur nga djeli. Zonja Konstantina fari vezgonte, nga dritarja ishte pise se i saq prej kerpici, bagetine i fkingjit ke potretej prane gardhit. Kishte rritur gjashte, femigje ne ate toke. Kishte varrosur një burrete per kushtuar ndajares, te kurre. Në gjashtet jete i 3 vitet e jete se saj. Nuk kishte pare një të të sirejak të pamëshirshmi sa aju, familjet e komunitetit të kodre serjuase, me shume se njezet gjithsaj, ndanin pakugje kë kishte mbetur në puset potuajsit e thare, duke rasionuar që dukove sikur ta ishte flori. Vetëm 2 kilometra prej ande, pas një porte hekuri të punuar dhe një rrugë me peme mangogje ke kembengullin të lulezonin, ndode ferma e kotinjve, një proneke shtrihej në mijera hektare dhe i perkiste Otavios, një i rinjezit i tete vjesar ke kishte trasheguar, shume heret, pasurin e ditokat e gjishit të tij, kolonel Kotingjit. Dreshe nga pothuajse të gjithë hefkinjet. Ferma e Otavios kishte një pus artizanal ki në kësir të ugje, të paster prej të kadash, duke garantuar ke kullota të mbeteshin të gjelbra edhene meste të tesires me ta kiki. Otavio u rrit duke dhe gjuar se a i pus ishte një bekim ke gjishi e kishte fituar me vendos meri dhe burime, duke punesuar këne vitet e rinise se i tij, tekniket me te mire ke paragjamun të silte nga kriekiteti, Tirana. Askush nuk i kishte treguar detajët i sakta se si u gjeta i uje. Ishte thjesht një fakt që perserit e i ne bisedat familjare, si shume të tjere ke pranohen papjetur kur lind i rretuar nga boleku. Ate mengjes, Otavio po e këtene balkonin e shtepi se madheme një Felix Han kafe në duar, duke pare horizontin ku pluhuri ngrihej në vorbullat e vogla. Per gjegjesi i ti, Zoti Ramazan Aliu, një burre mbi 7 gjete, vjes ke kishte punuar gjite e gjetan per familjen Kotingji, u afrua me kapelen praj kashten e duar të fytyren e shenuar nga shketesimi. Zoti Otavio, situata aqene kodren e gjuase po behet qdo dite e me kek. Vetem gje humba logarine, se sa krere bageti ka ne ngordhur nga dobesia. Familjet po zbresin deri të lumi, i tare vetem per te hapur gropa pas ndonjë pelgu me balte. Otavio psheretiu, duke nxere nxesh ketesim të sinkerte para lajmit. Nuk ishte nxeri me zemer të mbillur, thjesht dikush ke kishte gjetuar gjite e gjetjani mbrojtur nga boleku i trasheguar, pa pasur nevoje kurrete me rej me problemet e te qereve, por shite dite pas dite. Fytyrat e lodhurat e fkingjeve ke kalonin të porta i fermes se tij duke kerkuar me perulesi, pak nga u gjike të pronte në rezervuaret i tijji. Jo nuk mund të vazhdoje keshtu Zoti Ramazan. Ndërsa njerëzit vajzhne, ketu të ne kemi u gjeme bollek. Nuk jeshte e drejte. Per gjegjesi i vjeteruli si te per një qast, si kur të ruante brenda vetes një kushtim të lashte ku e preferonte të mos engsirte në drite. Ju e dini zoteri, si ki u gjiketu ka kene gjithmone në gjemister. Gishi gjuaj kure nuk tregoj mirese si e gjeten kete damar. Ti vetem ke, kur isha gjale i ri, sa po i punesuar, edhe gjo ferme vuante nga tatesira. Pastaj pa pritur, erdhi boleku. Otavio ngriti një vetull, i kuriozuar, por qeshtja ju duk, ne ate moment, me pak urgjente se vuajtja, i dukshme i fkingjeve. I ruashti vereqen, i pergjegjesit vetem si një kuriozitet familjar, pa e imagjinuar peshen ki ato fjale du të mbanin me vone. Do të zgjirim kete në menire moderne Zoti Ramazan. Do të shjel geologet me te mire nga krikiteti, me te gjitha pagjisgjet e nevojshme. Nëse ka ugje nen ate toke, shkenca do të gjegje. Po ate pas dite, Otavio beri telefonatat e nevojshme. Duke punesuar një ekip të njohur hidrogeologje nga Tirana, te udaj hekur nga inxhinieri Ricard Sales, specialist në kerkimin, e ugjerave nën tokesore prejme shume se 20 vitesh. Premtoi të paguante bugjarisht
duke kërkuar vetëm shpejtësi, pasi që do dite pashi ishte në gjedite me shumë vuajtje për fëngjet. Lajmi u përhap shpajt në gropen e thelle. Në biseda të sheshit kendror, nën përmene vjetër që i rezistonte me koke fortesi të tesires, flitej me shprese të për terire për mberritjen e specialisteve. Zonja Konstantina, kur daggjoj lajmin nga radiogja me bateri e fëngjit, i legjoj vetes, per herete pare pas muajsh, të enderonte se ndoshta komuniteti, i kodre se gjuase du të clirohej me në fund nga ak shumë vuajtje. Askush nuk e imaginonte. Në atë moment, se per gjigja per problemin nuk du të vinte nga pagjisgjet e shtrenjta të shella nga kriekiteti, por nga një histori e vjetër ke flinte, i haruar në retinat e kytetit, i ruajshtur nga një burre ke shumika, i konsideron të tashme vetem si një legjende, të treguar nga të moshuarit, një higjej se kaluares ke askush nuk mbante mend ta kishte pare nga afer. Ekipi i inxinjerit Ricard Sales mberitin e fermen, e kotinjve 3 dite me vone. Medikamionet e ngarkuar me pagjishe këbanoret e gropes, se tele nuk i kishin pare kure nga afer, sensore elektromagnetike, radare per depertimin në toke, sonda shprimi të leta de kompjutere portative të afti për te. Hartua shtresat e shkembinjve në kindra metrat e lesi, beri qa e mgjeteve shkaktu i trazim mes femigjeve, ke vraponin pas pluhurit të ngritur nga rotat, dhe mes të rriturve, ke vezgonin gjithska me një perzir gjë shpresit e mosbesimi. Octavio e priti Ricardin personalisht, duke i ofruar strehim në shtepine, e madhe duke garantuar gjithë mbeshtet gjen e nevojshme për punimet. Inxinieri, nje burre me te folurte sigurt dhe këndrim serioz, shpjegoj se teknologjia e përdorur ishte e afte e te, identifikonte damaret e ugjit edhe në terrene, të konsideruara te pa mundura me metoda tradicionale. Zoti Ottavio mund të gjeni i kete. Kemi punuar në situata të ngjashme në rajonet e qera të vendit. Me kete pagjisje, eshte e ralle të mos gjejme ndonjë rezerve të shfrytëzueshme. Gjavet e para të pune solen je klime pritshmëri për të gjithë komunitetin, e kodre se gjuase. Zonja Konstantina arriti të organizonte, bashke me familje të qera, një festet e vogel të parakoshme, me kafe dhe ushkime tradicionale, per të falendëruar Ottavion për nismen. Familjet filluan të ndiknin nga larg tekniket kë eknin në per terrenin e tëre me aparatet e tyre, duke treguar token si kur të reshifronin një hartet e padukshme. Me gjithate, ndërsa ditet që nderroheshin në gjave, euforia filestare po i alin të vendin që heshqegje gjithnje e me të rende. Pike pas pike i treguar nga pagjisgjet shpohej, të pike pas pike sil të vetem toke të tare dhe gure pa as një shenjë lageshti. Ricardi, i shketesuar dukshem nga rezultatet, rishikon të tedhenat here pas here, duke dishuar per defekte në aparate, por testet vazhdonin të tregonin mungesen i damareve të arritëshem në pronen fëngje. Kjo është sikur u gjithjesht të mos eksistojë atë, komentoj një nga tekniket me të rinjë, duke fshire gjerset nga balli, në një pas dite kur termometri shenon të potuaj se 20 grade. Ottavio i cili që do dite investonte me shume burime në kete si per margje, filloj të ngjente zgëngjimin të pushton të mendimet e tij. Shite që do mengjes, Zotin Ramazan duke shgjelle lajmik gjithnje e me të renda, bageti këngordnin, mbjelgje të humbura plotesisht. Familje të tëra që mendonin të braktisnin tokat e tyre në kërkim të punes në qytetet e gjera. Presioni i të parit ak shume, investim të teknologi duke dashtuar parangje problemi që duke gjak, a thjesht të per të zgjidhur, thjesht gjetja e ugjit, filloj të iriton të thellesisht. Pas di muajt punit e pandër prere dhe pa asnjë rezultat pozitiv, Ricardi u takua me Ottavion në salën kryesore të shtëpisë madhe, me një pamje të atij ku e mbart lajmet të kekigja. Zoti Ottavio me vjen kek të gju informoj për kete, por me burimet që kemi në dispozicion, nuk arritem të lokalizojme asnjë damar ugji të shfrytëzueshëm në pronen e komunitetit. Shta e mundur që ugjita ekzistojë në të lesi shume me të meta se sa pagjisgje tona mund të zbulojnë me siguri, ose ke formacioni shkembora që thjesht nuk lejon formimin e rezervave nëntokesore të rendesishme. Stavio ngjeu një përzierje zemërimit e pafukje para atij lajmi.
Nuk mund të pranonte kje gjithë teknologjia moderne, gjithë ai investim, të kishte dashtuar pikërisht atëherë kur ishte më e nevojshme. E që deri te dritargja, duke vezguar nga larg tokat I tharate kodres së juase, dhe per një sast unë gjevertit I mposhtur. Kjo nuk mund të jetë fundi, Rikard, duhet të kete ndonjë alternative qëtër. Man të provojme pagjistje edhe me të sofistikuara. Të shjela nga 6 shtetit, por kjo du të kërkon të muajt hinje investim konsiderueshem me të madh, pa garanci suksesi, u per gjig inxinieri I turperuar dukshem nga dashtimi I ti. Ishte atenate. I vetem ne balkonin e shtepise se madhe. Kur Ottavio, I pushtuar nga ngjez gëngjim ke perziente turpinte pa fukine, vendosi ke do te bente diçka ndryshe. Nëse shkenqame I avankuar në dispozicion nuk mund të zgjitte atë problem, doshta ishte koha ta ekspozonte publikisht atë dashtim dhe. Në nje fare mënyre, të letë sonte ndjergjek genetic parafkingjeve ke vuani në kshume. Tan sermen dergua zotin Ramazan të shperndante lajmin në I tek gjithegitetin, du të kishtin gjen joftim, të rendësishem në sheshin kendror, prane përmese vjetër të shtunen në mengjes. Askush nuk e dinte saktesisht se per çfarë behej fjale, por gjurma pushtoi grupen e telle. Disa imagjinonin se Ottavio du të silte me ne fund një zgjidhje përfundimtare, të qere kishin frike se ishte vetem konfirmimi ke asgjë me nuk mund të behej. Zonja Konstantina, kur mori vesh për Tirgjen, në gjuzemren ti shtrengohe. Kishte muaj ke gjetonte nga shpresa në shprese, te kishte frike se ai njoftim për fakesonte fundin, I që do mundesje për ndihme për komunitetin e saj. Mblodi, po atë pasdite, disa nga familjat fkingje nën pëmen e tare. Duke u munduar te kuptonte, bashke me to, se çfarë mund të nën kuptonte a Tirgje e papritur I trashëgimtarit të ri. Çfarë do të gjete, duhet të gjemi atje, dhe ajo me zete forte, edhe pse zemra I rendonte nga pasiguria. Nëse është lajmi kek, e përballojme bashke. Nëse është lajmi mire, është gjithashtu e drejte këtë gjemi të pranishem. Krati I qera rane dakord, duke lene takim heret në mangjesin I seshtunes, të veshura me robat me të mira ka kishin. Sikur ai gesti thjeshta mundej, në një fare mënyre, të dingjitohaj pritjen e muajve të tere të vojqes. Pa editur, me gjithate, se ai njoftim do të hapte dirt për ritakimin e grupes se telle mendje historike shume e gjikonin, përfundimisht të humbur në kohe. Eshtu na mendje kil blu potwajqse të barte, nga të kenit I thare, pa as një rete vet me kujete suggeronte, shprese pershi. Kue heret në mengjes, panoret e grupese tele dhe familjet e kodrese gjuase, filuan të mblidheshin në sheshin kendror, ret pemes se vjetirke, pavarësisht gjithë qkagje, ende rezistonte me gjetit e saq të thara. Zonja Konstantina mberit indjer të parat, e shokeruar nga grati e qerat e komunitetit, të gjitha me pamgje seriozite atyre ke përgatiteshin si për ngjë lajmë të mire. Ashtu edhe për njoftimin me të kek. Burrat bisedonin me zete ulet, të mbeshtitur në pak mure higjegje ke mengjesi ende ofronte. Ndersa femigjet, të pavetedishem për rendesine e momentit, luanin duke vrapuar me skembeve të riturve. Rreth oriznente, një makine e shëndritshme ndaloj pranë sheshit, dhe Ottavio zbriti, e veshur në mënyre të patemete, I shokeruar nga inxhinieri Rikard Sales dhe di asistente. Heshtja u vendos pothuajse me ngjehere mes turmes, të gjithë si te u ktjen nga trashëgimtari I ri, I cili u ngjit në një platforme të vogël të improvizuar me arkadruri, të montuar posaçërisht për këtë rast. Ottavio mori frime telle para se të filonte të fliste, duke ngjere peshene kindrasive pritesa mbi vete. Edhe pse ishte mesuar të merrejshme biznesit he vendime financiare, kurre nuk ishte përballur me një publik të ngarkuar me shpresit he dëshperim në të ngjeshten kohe. Të dashur me këtë grupe setele, filjoj ai, zeri I taj gjehonte në sheshin e heshtur, të gjithë e dini përpjekjen kë me muajt e fundit për të gjetur u gjeni pronen, kë mbon familjet e kodres se juase. Solem specialistet me të mire, pagizjet me moderne të disponueshme në të gjithë vendin. Një pauze u vendos, e ngarkuar me tension.
Zonja Konstantina shtrengoi duart me njëra tjetrën, duke pasur frikë nga ajo që du të vinte me pas. Febishin kek të gjuin informoj se, pavarësisht ke saj përpjekjeqe, shkenca nuk arriti të lokalizonte u gjete mjaftueshëm për të ndihmuar komunitetin. Gjë mermeri me dikuragjimi peshkoj turme. Disa gravune duart në fytyre, të burrat shkembjen veshtrimi dorezimi, sikur ajta ishte vetëm një kapitull qytetari një telenovele, fatke kesish që tashme ingjihnin shumë e mire. Megjithatë, Ottavio ngriti dorën, duke kërkuar heshtje për seri, dhe vazhdoi, këtë herë me ngjeton që përziente zgënxhimin të ngjë logj taljegje, sikur donte të ekspozonte publikisht dështimin e taj në mënyre provokuese. Ta me keni se shkinka ma i avankuar nuk arriti të zgjidhte këtë problem, vendosa të bëjë diçka ndryshe, le këtë një propozim të hapur për të gjite, kushtu që arrinte tregogje, me saktesi, vendin ku duhet të germoj me për të gjetur u gje një pronën e kodres se gjuase, du të marrë nga june me emerte registruar në notea, vilen ke zotteroj në kytet, në rushen e Akasieve. Turma reagoj me qudi. Vilaj rruges se Akasieve njëhe nga të gjithë si një nga pronat me të vlefshme të rajonit, me kopshtet e gera të një arkitekture elegante kjebinte në kontrast me shtepiti i thjeshta prej kërpici të shperndara në bashki. Ottavio vazhdoj, i pafte për të fshehur plotisisht tonin ironik në zerin e ti. Nëse ndon gje banor ketu di diçka ke geologet tane, me gjithë e pagjishet moderne, nuk arriten të zbulonin, le te parakitet tani. Heshtja që pasoj ishte edhe me i rende se agjoj me parshimgja. Askush në turme nuk guksonte të deklarohej, i trembur se do të duke i kesharak para një propozimi këtë ngjallonte, per shume njeres, si njefte se per talje e maskuar si bugjari. Tekniket prane Ricardit shkembenin buzëkeshje diskrete, te sigurt se askush nuk du te kishte guksimin, ose njohurine, per te sfiduarat e ke shkenqa moderne, e kishte deklaruar tashme te pamundur. Kaluan minuta të gjata heshtjegje absolut, të tjerve të mga era nësehte ke ngrinte pluhur me skembeve të turmes. Zonja Konstantina tashme po filonte të dore zohegj, duke menduar të këtë hejnë shtepi me zemi redheme të rende, kur një zurme e lehte filloj të shpendahegj, mesme të moshuarve të pranishim, një peshperiqe që duke se vinte nga telesia e memoris kolektiv të atyre në gjerezve. Disa plek u pane me njeri qetrin, si kur ta ndanin pa pasur nevoje për fjale. Kuqtimin i një kohe ta larget, kur krahina ende kishte burrate afte për te leksuar token si kur ta ishte një liber i hapur. Një zonje me floket e bardhe, imbeshte tur në krahunit gjallit. Peshperiti me zete ulet një emer pothuajset e haruar, si dikush ke ka friket e terase një fantazmete se kaluares vetëm për të pare atete tretit në temperatur mes mosbisuese. Vete Ottavio, MBI platforme, e vurire ate levizjete suditshmene publik të Rudi Ballin, pa kuptuar ende se qfare pondotte mes banoreve me të vjeterte grope se thelle. Ishte ate here kur, duke hapur rrugën në ngadale mes turmes, imbeshte tur në një bastun drurita e redte i shokeruar butesisht nga një vajzë ire ke duket se indikte me dashuri dhe respekt. U shfak një hiqe ke shume njerezati e njohen vetëm nga historite, i treguara nga grisherit. Një burre shume i moshuar, me hapate nga dalte të si pajete, ke e këtë ne drajtim të platformes si kur te ishte i vendosur të i tjente. Me ate gjeste i tjeshte, të kada heshtjegje dhe harresi. Përri po per paronte nga dale. Imbeshte turne bastunin i errette të vajgza i reke e u da hikte me gjeste delikate, si kur ta ishte me suar me ate ritual të i drajtimit të të gjne rrugë ki aj nuk mund t'i shihte me. Kishte veshur një kemishe të tjeshte pambuku, pantalonat e vjetra dhe nje kapele kashte të zbardhur nga koha. Pavarësisht moshes se tjerë dhe verberise se dukshme, mbante nje këndrim të drejte, si dikush ke mbart brenda vetes një dinjitet kë vitet nuk arriten të fshinin. Duke u afruar prane platformes, a indaloi. Duke këtjer fytyrën ne drejtim të zerit të Ottavios, si kur të mundej, ne një fare menyre, të njente saktesisht se ku ndodhej trashëgimtari i ri. Emri im eshte Severina Libento, ta aj, mezete forte, edhe pse të ngjirur nga mosha. Edhe të pranoj sfiden që ju propozuan, një zhurme habje pushtoj turmen. Shume nga meterin shte kurre nuk kishin dëgjuar per atë emer,
por banuret me te vjeter të grope se teleposhihnin njeri qetrin, të habitur. Duke njohur ati figuren, e nje legjende kë e gikonin përfundimisht të humbur në kohe. Zonja Konstantina vuridoren në gjoks, duke kushtuar turbul historite kënena e saj tregonte për një burre kë, dekada me pare, ishte konsideruar njeriu me i pasur i gjithë rajonit. Ottavio pa e njohur me njëhere atë emër, pa nga Ricardit e asistentet e tij, duke kërkuar ndonjë shpjegim. Ishte zoti Ramazan, che indikte skenen diskretisht mes turmes, ai che u afrua te platforma per ti peshperitur ne vesh pronarit. Zoti Ottavio ki eshte zoti Bento. Ka shume vite che askush nuk e shihte ne publik. Tone se ka kenen gjeri shume i pasur, pronar tokash te bagetish si pak kush në rajon dekada me pare. Ha intriguar. Ottavio vezgoj me shume vëmendje atë plak me kendrim të forte, desi pa gjete. Duke u munduar të pashtonte imazhin, i thjeshta che kishte para vetes me historine, che per gjegjesi sapo kishte treguar. Vajza ire che shokeronte, zotin Bento, duke venere klimen i dishimit të instaluar në shesh, vendosi të prezanto hej gjithashtu. Emri im eshte Roza, gjam fkinje e zotit Bento de kujdesem per të prej disa vitesh. Ai kem benguli të vinte ketu sot, ed heduke editur veshtiresine i rruges. Zoti Bento ngriti lehte fytyren, sikur të kërkonte, permes ngsertisi se djelit mbilekure, të oriento hejne lidhje me turmen rettaj. Edi ke shume ke tu as nuk me mbajnë mend, të gjere ndoshta mendojnë se kjo historia e pasurise nuk eshte gje që tërve se exaggerim i treguar nga të moshwarit. Por ju garantoj ke eshte e vertete. Para shume vitesh, unen gjehesha ne të gjithë ke të rajon sinjeriu ke dinte të gjente u gje atiku askush që tër nuk munde. Gjehesh që ndërimi u vendos me ste pranishmeve. I perzier me veshtrime mosbesimi nga ana, i me të rinjve dhe teknikeve ke shokeronin Ricardin. Ottavio, ende duke u munduar të procesonte, ate zbulim të papritur. Në një tombim skepticizmi të rritej brenda vetes, edhepse u mundu atë mbante ketesine para turmes. Ju po me thoni se mund të geni u gje pa asnje pagjisje, vetem me, qfare saktisisht. Duke e kurëmbitoke, duke në gjeren rishimet ke agjo vete zbulon per kedo kedit e kushtoje vemengje. U per gjigje zoti Bento, me ketesi, ishte një zanat i zakonshem mes të vjeterve, ende në rinin e time. Pak e ushtronin me aftesit e vertete, dhe ndoshta une e kam keni nje nga të i fundit ke kam zoteruar kete njohuri ne kete rajon. Ricardi prane Ottavios nuk mundi të mbante një buzekeshje diskrete mosbesimi, duke shkembjer një veshtrim ironik me një nga asistentet e tij. Perta, kjo i kishte kushtuar gjithheqetan studimit shkenkor të hidrogeologjise, a i pohim t'ingalonte si fantazje pastere nje plaku kë, si s'duket, jetonte izoluar nga bota moderne prej dekadash. Me gjithë respektin zoti Bento, ndërhiri Ricardi, duke u munduar të mbante një ton mikesor, ekipi imperdori pagjishet me të avankuara të disponueshme në vend për të hartuar kete prone. Nuk eshte seshqe besimi apo intuite, eshte shkense, ma që e sakte i tokes dhe nën tokes. Nuk dishoj në shkencen tuaj, iri, u pergjik zoti Bento, pa u shketesuar. Vetem them se egzistojnë gjera ke toka, i zbulon vetem per ata ke mesuan, me kembe zbathur të dekada praktike, të dëgjojnë ate ke ajo peshperit. Nuk eshte magji, është thjesht një logj që tër njohurje, a ke lashta sa kjo tokje ke shkelim. Zonja Konstantina, e prekur u afrua pak me shume, duke ngjere të rilin të brenda vetes një shkendije shprese ke tashme, e konsideronte të shuar, kuqtoj atëherë një fkinjët e vjeter ke tregonte, kurajo ishte ende vajse e vogel. Per një burrë ke kishte, e kur në per fermat fkinjë duke gjetur u gjene vendëke. Askush që tërnak besonte se ishte e mundur. Zoti Ottavio. Ta agjo duke mbled hurguksimin per t'ju drejtuar drejt per drejt trashegim taritari. Nese eksiston ndonjë shans, sado i vogel. Per tele të suar vuajgjen e ketire njezet familjeve. Mendoj se i avlen të dëgjojme ate ke zoti Bento ka perta tene. Turma mermeritine shenje d'acordesi, de Ottavio, duke vene repe shen e atire fjaleve, de veshtrimin lute stet gjetera familjeve të mbledhura në shesh,
Ngjeu se nuk mund të refuzonte atë kërkese pa u dukur edhe me I pa shpirt para tek gjithëve. Megjithatë, nuk mundi të mbante ngjë logj toni tales në përgjigjen e tij. Miri, nëse Zoti Bento beson vërtet se mund të gjegje uja vetëm duke e kurën bitoke, me gjithë respektin e pranoj sfiden. Du ta kaktoj me demonstrimin për nëser në mengjes, pikërisht këtu, në pronën e kodres se juase, me të gjithë ju si dëshmitare. Shoqëvi o duke vënë reklamen e tensionit, dhe ndoshta I shtire nga ngjë për zjergje kuriozitetit. Sinqertet e dëshire për të ekspozuar publikisht atë që konsideron të ngjë egzagjerim folklorik, vendosi që do ta pranonte sfiden e propozuar nga Zoti Bento, pa e imagjinuar ende se sa shumë ai vendim do të ndryshonte rrjedhën e historisë së tij. Lajmi I sfides u përhap në grupën e tele, me një shpejtësi që I habitiet e banorët me të mesuar me të shethemet e shpejtët e qytetit të vogël. Po atë pas dite, grupe formoheshin në për trotuare, në djertë e dikaneve dhe nën pëmete sheshit, të gjithë e tur për të kuqtuar ose zbuluar për herit të pare. Se kush ishte vërtet ai burre I kuaqtur Severina Libento, ishte zonja Konstantina Agjoke, duke mbledhur disa nga fkingjet me të vjetra në balkonin e saj në mbrëmje, filloi të kepte, pjese pas pjese, historinë që shumë njerëz ende e ruanin në mënyre të fragmentuar në memorie. Nëna I me tregonte se Zoti Bento ishte, shumë kohë me pare, njerëjume I pasuri të gjithë këtij ragjoni, ta agjo duke shërbier kafe për vizitorët. Thoshte se ai kishte toka që shtriheshin për miljet e tëra, pageti ne sasi që askush tjetër nuk mund t'i numeronte, dhe ngjë aftësi të rale për të gjetur u gjë ati ku askush tjetër nuk shite shprese. Gjë nga fkingjet, zonja Alzira, një grua mbitet e 10 vjeç, plotesoi kushtimin me site I përlotur. E mbajmend ende teri te forte, duke e kur në per fermat fkingje. Thoshin se e këti zbathur, duke ngjere token nën kembe, duke ndaluar papritur dhe duke treguar vendin I sakte ku duhej të germonin. Kurre nuk gaboj asnjëherë, sipas asaj që tregonin, ishte keshtu që ai ndihmoi të garantohej gjupernje, përgjese të mire të fermave të këtij ragjoni dhe këdame pari. Dhe çfarë ndodhi me të me pas, pse askush nuk e shihte me. Pjeti ngjë nga gratë me të regja, e kuriozuar para asaj historie që dukej sikur kishte dale nga ngjë per ralle I vjetër. Zonja Alzira pshëreti u telle, para se të vazhdonte, sikur a gjobgjese, e historise ende ti dhemti, edhe pas ak shumë vitesh. Sa ishte I martuar me zonjën Amelia, një grua me një bukuri dhe embelsi, që magjepste të gjithë ata që e ngjihnin. Formonin një sift të admiruar në të gjithë ragjonin, dhe tuhej se Zoti Bento e kishte ndertuar të gjithë atë pasuri, duke menduar për të ardhmën që du të kishte prane e saj. Por, nxedite, zonja Amelia u largua, pa pritur, duke e lënë atë vetëm. Ngjë heshtje e rende pushtoi balkonin për një cast, sikur të gjitha ati të respektonin, edhe në largesi dekadash, dimgjen e asaj humgjegje. Ishte ati që a ndryshoj plotësisht, vazhdoi zonja Alzira. Brakti si tokat, shperëndau nga pjese të mire të bageti se me spunetoreve dhe fkingjeve. Shiti potuaj se gjithçka që kishte dhe filloi të jetonte në mënyre të thjeshte. I tërhekur, largje të shokerore që e bente me pare. Humbi, pak nga pak, edhe shikimin. Toni si nga të karat e shumtat nga vuajtja e vetmise. Shamen njerëz me kohen. Filluan të mendonin se kjo histori e tere pasurie nuk ishte gje. Qetervet se egzagjerimi njerëzve të vjetër, një tregim kjo të moshuarit pelkenin të tregonin per të bere për shtipgje me të rinjve. Roza, vajza e reke shokeronte, Zotin Bento në shesh, kishte dëgjuar një pjese të asaj bisedi duke kaluar në rrugë dhe vendosi të afrohej, duke njohur atin gje mundesi për të skaruar, me shumë detajë, gjeteni burit për të silin kush dësej me ak dashuri prejvitesh. Kam është e gjitha e vertite, konfirmoj ajo duke u ullur pranegrav të gjera. Zoti Bento jeton vetëm prej dekadash, në ngjeshte pite thjeshte në anet e rrugës. Filova ta vizitoja pasi prinderit e mi vdiken kur isha në vajze, dhe ai ishte si një gjesh për mua.
Gjithmonë e tregon të histori për aftesin e vjetër të gjetjes se u gjitë, por kure nuk e imaginova se du te kishte guksimin të parakitej publikisht për seri. Lepse vendosi të parakitej tani, pasak shumë vitesh hesh gjegje. Deshite dinte zonja Konstantina, vërtet e prekur nga gjithçka që sapo kishte dëgjuar. Roza u lisita, sikur të zgjidhte me kushtes fjalet para se të përgjigjesh. E me tha hembreme, se nuk duronte dot me ta shihte keto familje duke vështur pa nevojë, duke ditur se ndoshta mund të ndihmonte. Tha se tashme kishte hambur gjithçka që donte me shumën e këtij gjete. Dhe se nuk kishte me kuptim të mbante për vetë një njohuri aftë aperta, le të suar vuajtjen e ak shumën gjerezve. Ato fjale gjehuan të helle me zgraveti mbledura në balkon, duke rindezur në se silen preç tyre një shprese kë. Deri pak dite me pare, duke se e kishin hambur për gjithmone, ne me stet të tesires se pamishirshmike godiste gropen i telle. Zonja Konstantina, e prekur nga historia, vendosi se du te bentiq mos për të shokiruar zotin Bento, deri të vendi i sfides mengjesin qeter, duke marre me vete familjet e qerate, kodres se gjuase. Ndjente se, pavaresisht rezultatit, ai plak meriton të respekt dhe shokeri pasak shume vitesh duke gjetuari izoluar nga bota. Lutëna duhet të lutemi shume këte nate. Ta agjo duke mbajtur duat e fkingjeve në rret, si që benin në kohet e veshtira. Kofte e zoti këtë ndriqogje hapat e zotit Bentoneser, dhe kë gjo toke, në një fare mënyre, të kete ende pak me shire perne. Grati e gjera rane dakord në heshqe, dhe se sila shkoj në shtepine i saq duke mbartur me vete gjove te mangtin, i tati siris se zgjatur, por edhe njëshke ndigje të perterire besimi, të ushkier nga një historikue, dheri ate dite, shume i konsideronin vetem legjende të treguar nga banoret me të vjetër të rajonit. Dersa lajmi i sfides vraponte në gropen e tele, zoti Bento të hajne shtepine, e tir të vogel në anete rruges, i u dhe hekur nga Roza Permes rruges që tashme e njihte permendesh, e të pa pare prej ak shume vitesh, shtapja ishte e thjeshte, e bere me kerpic dhe gjegullat e vgjetra. E rrituar nga një kopshti vogel ku ende kembengullnin të rriteshin disa rengje borzi loku dhe një pëme, e vjetër ftojke i rezistonte me koke forte si mungeses se shut. Roza përgatiti një saj, duke u munduar të kete sonte nervat e saj para pritshmerise e sedit e sqeter, ndersa zoti Bento u akomodua në karigen, i ti lekundese në balkon, me fityre të kthir nga horizonti që nuk mund të shite me, por kjo ende në gjente permes në ksete sise. Sembremgjes të zerit të larshit të zokive kë kërkonin vendin për të fjetur. Zoti Bento, a jeni i sigurt kë doni vertet të kaloni ne për kete neser. Pjeti Roza, ishke të suar, duke u ullur pranë tij. Ka kaluar kak shume kohe ke kur nuk keni e kur në terrene të pangjohura. Dhe njerëzit, mire, disa mund t'i dishojnë të keshin, ose ma gjithë gju trashtojnë me mos respekt. Zoti Bento Buzekeshi, gje Buzekeshqe e kete ke mbarte dekada urtesi të grumbulluar mes humgjeve të filmeve të regja. Pija i me ka shume kohe ki kam pushuar se shkete suari, pera te ke mendojnë per mua. A gjo ke me shkete son verte gjane atan gjeres ke vuajne per mungese uji, ndersa unë mbart brenda vetis një njohuri ke mën ta leti sogje ate dhimgje. Dute ishte egoizem të mbagja kete vetem per vete, nga frika se dute i tur perohem. Roza mbajti doren i rudhur të plakut, duke ngjere dashurinë dhe respektin që i kishte ndertuar për të gjatë viteve që kuq dësejq për të. Ju kure nuk me keni treguar mire se si e mesuat këte zanat, a mund të me tregoni pak me shume për të ne sermes, zoti Bento psheret ju, duke lene memorien të brere në një të kaluar të larget, po të vajse të harruar nga shumika, por ende të gjale në kujtimin e tigje, e mesova ende gjale i vogele, me babane tim, i cili gjithashtu kishte kete dhunti për të ngjere token. A i me mesoj të kushtojave mendje gjerave të vogla, temperatures se tokes ne ore të ndryshme të dites, la geshtise ke fshihejnen bimesine me rezistente, zerit të ndryshem ke raprodonte kur kalonte, mbiterrene me të dendura dhe të la geshta. Me deshem vit për të zoteruar vertet kete atë, dhe disa vitet të qera ende për të fituar besimin e familjeve të rajonit, të cilat ne film gjithashtu dishonin tekune.
Te si u bete aki pasur, nëse kjo vinte nga një pune aki thjeshta. Njerëzit paguanin mire për të gjetur ugje, kryesisht ne koheta të sire si kjo ke gjetoj me tani. Ferme pas fermëri me kerkonte, te une shkogja, eqja, ngjegja token, te potuaj se gjithmone gjegja, atë ke kerkonin. Me kohen, mora toka si pagese, bageti, të shkova duke ndertuar pak nga pakat te pasuri kë, me vone, vendosata ligja pas. Roza hezitua per nje sast, para si të bente pjegjën ke ndjente se këndronte në agjerke kur kishtë njohure të histori. Dhe ishte per shkak të zonjës Amelia ke gjubrakti se gjithçka. Zoti bento mbeti në heshtje per disa sekonda, si të pagjetti të fiksuar në ndonjë pike të largjet të horizontit, ke vetem ai mën tangente. Pasi agjo u largua, asgjeme nuk kishte kuptim per mua. E gjithë agjo pasuri, të gjitha ato toka, duke shin boshe pa te prane megje. Preferova te largohesha nga gjithska, të gjeto gjane menire te thjeshta, duke ruashtur vetem kuqtimet me te bukura ke ndertuam bashke gjate ak shume viteve. Para si të shtrihej per te fjetur, Zoti bento i kerkoj Rozes të silte një kuti të vogël druri të ruajtur prej vitesh, në fund të arke sed homes. Brenda saj, imbeshtjele me një pelhure tashme të zbardur nga koha, ishte një portret i vjetër i zonjës Amelia. I bere ende ne kohet i bolekut. Të një leter i zverdhur ko ai e din të përmendesh. Fjale per fjale, edhe pa e leksuar kure me syte, i ti ke kur kishte humbur shikimin. Ajo e shkroj ke te pak para se të largohej, ta Zoti bento. Duke mbajtur letren me zgishtave ke i drideshin, si dikush ke prek një relike të shenjte. Toshte se pasuria e vertite, i njeriu nuk eshte ne ate ke ai grumbulon, por ne te miren ke arin te begjeme ate ke jetaj beson. I ruajshta keto fjale brenda meje per te gjitha keto vite, duke pritur momentin e duhur per ti vene ne praktike per seri. Rozan gjeusiteti mbusheshen me lot para asaj dashmi ak intime, duke kuptuar, me në fund, motivin e vertet e këj kishte shtire plakun të thjente dekada heshtjegje dhe izolimi. Neser, Zoti bento, gju nuk du të gjeni vetem. Du të gjem prane gjush gjate gjithe kohes, ne që du hap të rruges, në të po binte nga dëlembi grupen i tele. Dhe Zoti bento, edhe pa munduar të shite i gjet ke filonin të shfakeshin në kil, ndjente zemren me të lehte, sikur me në fund, pasak shume dekadash të regjegje, ishte gatiti këtente botis pak nga gjoke, nje dite kishte marre me bolek, duke bashkuar memorien dhe kelimin në njegjestave të mbugjarit e heshtër. Gjejta agoj edhe me nësete se atuta me parshmet, sikur vete në tirati donte të teston të vendosmerine, i të gjite atyre kë mblidheshin, kë ne oret i para të mengjesit, ne pronen e kodris se gjuase. Kindra njerëz ishin zhvendosur nga gropa, e telledi nga komunitetit fkingje, duke formuar ngjedit të verte të pritshmëri rreth terrenit të Sareku, muaj me pari, geologjet e Ricardit kishin tentuar, pa sukses, të lokalizonin ndonjë shenjë ugji. Zonja Konstantina mberi heret, e shokeruar nga disa familje të kodres se gjuase, të gjitha të veshura me roba të tajre me të mirat të thjeshta, siç kishin rene dakord dite me pare. Solen me vete shishe me pak ugje që ende kishte mbetur, duke ndare me stireate këtë pronte, nënje demonstrim të heshtur solidariteti kë binte në kontrast me tensionin e momentit. Ottavio mberriti pak me vone, i shokeruar nga Ricardi dhe gjithë ekipi i geologeve. Tesh këtesuar dukshem ke duhej të deshmonin, ati kje i konsideronin një tentative të djanuar me deshtim. Solen, me gjithate, të gjitha pagjizgjet, gati per të shpuar në rast se Zoti bento vertet du të tregonte ndonjë pike specifike, Zoti bento mberriti i fëndit. I udha hekur nga Roza Permes turmeske hapte rrugën me respekt gjatë kalimit të tij. Kishte veshur robat e thjeshta, dhe para qëto fjale, ndaloj para terrenit, duke marre frimet hele ajrin e thare dhe të ngsete ke këndronte mbi atë toket e vuashtur. Man të melini ne heshtje tani, kerkoj ai, mëzita kete, porte forte, me duhet të njëj kete toke pa shperkandrime. Tërma u bind me njëhere, duke formuar një rreth të math rreth terrenit, ndërsa Zoti bento hikte nga dale sandalet e vjetra, duke i adhene ato Rozes,
Të hidhte hapat e pare zbathur mbi token e qare nga tate sira e zgjatur. Tekniket e Ricardit shkembenin, veshtrime mos besimi, disa duke peshperitur mestire, duke ju referuar asaj si folklori paster pa asnjë baze shkenkore. Otavio vezgonte Gjitska me krahet e krikezuar, duke kontrolluar oren here pas here, ende i shketesuar per faktin se kishte planuar atë demonstrim ko per te, i afrohej ke sharakes. Megjithatë, diçka brenda tij, ndoshta kujdimi i fjalëve të Zotit Ramazan për mistrin, e pusi të vete ferme se kotinjve, e pengonte ke thjesht të hidhte poshte plotesisht atë moment. Zoti Bento ekte ngadale, duke ndaluar here pas here për tuk gjungjezuar dhe për të prekur token me duart e tij, duke ngjere temperaturën e tokes, teksturën e thare në ngishta, dhe renke frinte butesisht mbi atë pjesë të krahines. Në qdo ndalese, mbylte si të pajete për disa saste, si kur të kërkonte, per mes heshqës se brendshme, të deshifronte mesajet ke toka i peshperiste vetem, atish këdinte vërtet të degjonte. Kaluan pothuajse 30 minuta. Pas një shenjë se Zoti Bento kishte gjetur diçka të rëndësishme, dhe mermerimat e padurimit filluan të rriteshin mes turmis. Disa teknike të Ricardit tashme nuk mund të fshinin buzekësh gjetë diskrete, duke komentuar mes tire per kotesina e asaj shfaqgjegje. Otavio, duke ngjere peshen e atyre veshtrimeve dhe komenteve, filloi të pendohej që kishte planuar sfiden publikisht, duke pasur frike se do të dukesh naiv para tek gjithë komunitetit. Zonja Konstantina, me gjitate, mbante shikimin e fiksuar të Zoti Bento, duke refuzuar të hamte besimin e vendosur të ajburre, historia e të cilit mbi buzharine dhe urtesine e kishte prekur delle zemre në sajnaten e kaluar. Lutej me zete ulet, duke bashkuar duart, ndërsa vezgonte çdo lëvizje të kurreshme të plakut kërkues të ugjerave. Ndërkohë, në fund të turmes, Zoti Ramazan vezgonte skene me një shprehje të ndryshme nga shumika e të pranishmeve. Kishte diçka në atë e merë, Severina Libento, që kembengulte të gjehonte brenda memorisë së tij, si një pjesë e lire ingje mozaiku të vjetër, që ai nuk arrinte ta montonte plotesisht. U mundua të kujtonte biseda të largeta, të degjuara ende kur ishte një gjale i ri i sapo punesuar në fermen e kotinjve, por kushtimin betej i mjegult, i fshehur në ndonjë sep të harruar të mendjes së tij. Ricardi nga ana e tij shfrytëzonte kohën e pritjes për të rishikuar, e të ngjeheri hartat topografike të prodhuara nga ekipi i tij, duke krahasuar mentalisht çdo pikë të shpuar tashme pa sukses me rrugatimin ku Zoti Bento po përshkonte. Forite me një logjhabje të heshtur, se plaku dukej se shmangte instinktivisht pikërisht zonat ku pagjigjet, kishin treguar probabilitetin me të lartë, duke u drejtuar në vend të kësaj, drejt një pjesë që ekipi as nuk e kishte konsideruar paresore gjatë sondazheve të mëparshme. Dieli tashme i afrohej mesdites, duke ndeshkuar edhe me shumë durimin e turmes së mbledhur. Disa famigje, të lodhur nga pritja e gjatë, fillonin të uleshin direkt në token me pluhur, ndërsa në nati freskonin me pak freskëse të improvizuara prej kartoni ku e kishin shele. Flavio gjit një eme i paduruar, krikezonte dhe shkrikezonte krahet, duke alternuar mes shikimit të ores dhe vezgimit të Zotit Bento, i cili vazhdonte ritmin e tij të ngadaltë dhe metodik, i pavetëdijshëm për çdo presion të gjashtem. Ishte atëherë kur Zoti Bento, pasi e qiet për disa minuta në drejtim të një epeme të vogelte, tareke ngrihej e vetmuar në mes të terrenit të sare, ndaloi papritur, sikur diçka atite kishte kapur gjithë vëmen gjenne e tij. U gjungjezua ngadale, duke prekur token me të digjaduart, duke këndruar i televizor për një moment të gjatë, ke duke se pezulonte kohen për të gjithë ata ke vezgonin në heshqeperet. Heshqa ke u vendos rreth Zotit Bento, i gjungjezuar pranë pemës së vogeltetare, duke se mbarte peshen e të gjithë pritshmërisë së grumbulluar gjatë muajve të terit të vuajtjes dhe pasigurisë. Turma me pare e trazuar nga pritja e gjatë, tani vezgonte me respekt të plote sikur të gjithë. Instinktivisht të kuptonin se ai çast meriton të ndërim. Prauza u afrua diskretisht, e shkëtezuar për kohen e zgjatur të palevishmërisë, se plakut në ndjelin e forte të mesdites. Para se te mund të thoshte diçka, me gjithëte,
Zoti Bento ngriti ngadale kokën, me fytyrë të shenuar nga nje shprehje e përkendrimit të thellë. Defiloi të fliste, mize të karte dhe të sigurt, duke ju drejtuar Otavios dhe teknikeve të mbledhur. Këtu jashtit dhe ai duke prekur token me pelemben e dores se hapur. Pikërisht në këtë pike, rreth 30 metra të lesi, ekziston një damar ugji i forte mjaftueshëm për të furnizuar të gjithë këtë komunitet për shumë dekada, një mërmerime habi edhe shpresi për shkoj turmen. Ricardi, ende mosbesues, u afrua shpajt, duke u gjungjezuar pranë Zotit Bento për të ekzaminuar terrenin me instrumentet e taj, edhepse tashme e dinte për mendesh se ajo pike specifike nuk ishte konsideruar asi paresore gjatë sondazheve të mëparshme. Me gjithë respektin, Zoti Bento, ki vend as nuk figuronte me spikave me probabilitet me të lartë të treguara nga pagjisjet tona. Si mund të pohoni me aksiguri se ekziston ugje saktesisht këtu. Zoti Bento buzekeshi, nje buzekeshje e kete, pothuajse atërore para se të përgjigjesh. Ri, shkenca gjuaj matate ke aparatet arrijne të kapin. Unen gjej atë ke vete toka zbulon. Permes shëngjave ke ndoshta, aparatet ende nuk arrijne ti per këtajne në numra. Vini re, per shembul, si toke ketu, edhe sare nga gjashte. Mban gje freskite lehte poshte, ndryshe nga pgjesa gjeter i terenit perret. Rëngjet i kesaj për me të thare. Pavarësisht gjithë vuajtje se thate sires, ende mbeten relativisht të forta, shengje se kërkojne lagashti ne të lesi të konsiderueshme. Të vinire gjithashtu zerin i eres, lehtisisht të mbitur mbike të pjese specifike, duke të reguar një toke me të dendurët i të lagisht, me njëherë nin si përfake. Otavio duke dagjuar me vemengje atë shpjegim të detajjuar, në një përziergje kurioziteti, të skepticizmi të rritë i brenda vetes. Me gjithate, nuk mund të mohonte një logjike në fjalet i plakut, e të pas një mbështetje teknike konvencionale. Kjo është e çmenduri, për shperitin nga asistentet i Ricardit, mjaftueshëm afer ke Otavio të dëgjonte. Të humbasim kohe dhe para duke shpuar bazuar në instinkt? Ricardi, duke u munduar ende të mbante këtesine profesionale para turmes, ju drejtua per seri Otavios, duke kërkuar të binte të hikte dore nga ajo si per margje. Zoti Otavio, rekomandoj fukishem këte mos vazhdojme me shpimin në këte pike specifike. Tashme kemi investuar muaj dhe burime konsiderueshme në këte kërkim. Të ten gjekim tani nje treges pa as një bazishken kur, mund të perfake sogje edhe një hambje qëtër të panevojshme. Otavio hezitoj per një moment të gjate, duke ngjere peshen e kindrave shtrimeve mbi vete, përfshirë atë të zonjës Konstantina dhe të familjeve të kodres se gjuasi, kë prisnin të etura per që do shengje shprese. Në gjithashtu në mënyre pothuajse të pavetërishme. Peshen e krenarise se tij, I pafte per të terhekur publikisht para një sfide kë eve të kiste propozuar. Edhe pse me ton tales, di teme pare. Do të shpojme saktesisht ati ku Zoti Bento tregoj, deklaroj ai. Me në fund, në nje tonke perziente do rezimin dhe nje doze kuriozitetit e sinkerte. Tashme kemi shkuar shumë larg per të terhekur tani. Turma reagueme nje perziergje lehtesimi dhe angti, ndersa tekniket e Ricardit, ende dukshem të pakenakur, filluan të pergatisnin makinen shpuese per të filluar punimet saktesisht mbi piken I treguar nga plaku kërkues I ugjerave. Ndersa pergaticet per paronin, zonja Konstantina u afrua te Zoti Bento, duke u gjunjezuar pranë ti per ta falenderuar. Ende parash do rezultati konkret, per guksimin ku kishte pasur per tu përbalur me akshume veshtrime mosbesuese në emerta mirekeni se njerëzve kejas nuk I njihte personalisht. Zoti Bento, pavarësisht se çfarë ndodh tani, ju tashme në këtjet diçka ke pothuaj se e kishim humbur, shprese. Shumë I faleminderit per kete. Plaku, I prekur nga miresja e atyre fjaleve, shtrengoj butesisht doren e zonjës Konstantina, duke ngjere ati, ndoshta, Nje hone të larget, të vete Amelias,
e cila gjithmonë kishte besuar në fukine e gjesteve të vogla të mirësisë për të transformuar fatet e tëra. Mos me falenderoni ende bigja ime. Le të presim se çfarë ka toka për të na treguar, por gjami lumtur të dise, edhe i verber prej ak shumë vitesh, ende arrajte jemi dobishem për diçka në kete gjete. Zoti Ramazan duke vezguar ateskin nga afer, ngjë reket gjeti pershkon të trupin, si kur me në fond diçka brenda memoriz, se tigj filonte nga dalete per putej. U afruate Otavio, ende hezitues, por i pafte per te mbajtur shketesimin ke rritej brenda tigj. Zoti Otavio ki e merë Severin Bento. Nuk ditash pjegogjmire, por kam per shtipgjen se e kam degjuar me pare, lidhur me fermentone, ende në kohet e gjishit tuaj. Otavio, shume i zene duke ngjekur per gati gjete shpimit, vetem pohoj me koke i shperëndare pa e imagjinuar se agjo fjali e lire du të ishte, se shpejti celesi per të zbuluar një sekret të ruajtur prej dekadash brenda familjes e ti. Zoti Ramazan Kerkway, me duartke i drideshin nga ankti, per mbajtjen e pluhurosur të arkis se vjetër të veglave të ruajtur në depon e fermes se kotinjve. Mes gojdeve të ndrishkur dhe veglave të vjetra, gjeti me në fund një kuti metalike të konsumuar nga koha, ku ingjeri koloneli Kotinji zakonisht ruante dokumenti të rendesishme lidhur me prone. Me zemërkja i rrite fort. Hapi kutine dhe filoj të shfleton të letra të zverdhura. Faturat e vjetra të shenime të shkruara me dore, derisa duart i të ndaluan mbi një dokument specifik të edatuar me shume se 10 vjet me pare. Ishte një fature e thjeshte, e shkruar me dore nga kaligrafia e pagabueshme e vete kolonelit, duke falenderuar formalisht, shërbimet e kriera nga nje burre i identifikuar si Severin Alibento, per lokalizimin i saktet e damarit të ugjitke, kë prej asaj kohe, furnizonte të gjithe fermen i kotinjve. Dokumenti per mente gjit hashtunje pagese bugjare në i tokat e bageti, të bere në shenje mirengjohgjeje per puneni patimitet e kerkwisit të rrite ugjerave të asaj kohe. Zoti Ramazan ngjunjer reket sheti per shkonte të gjithi trupin, duke kuptuar me në fund pse ai emer kembengolte të gjehonte ak fort në memorian e tij. Pa hambur as një sekonde, vrapoj mbrapsht të terreni ku shpimi vazhdonte të perparonte, dokumentin e shtrenguar fort pa gjoksit, si kur agjole tërë thjeshte të mbarte peshen ingjete vertet të afte per të ndryshuar gjithka kë familja Kotinji, besonte per historine i vet. Zoti Otavio, berti tiaj duke hapur rrugën me ngsitim mes turmes mbledur, pa u shketesuar për gjersen ka i rrihten e fytyre pas vrapimit në ndjelin për velues. Otavio, i befasuar nga agitacioni i pazakonte i përgjegjesit të ti, gjithmone ake i kete dhe imatur, u kthie shpejt duke venere dokumentin e sigurt në duart ke i dridheshin punongjesit të vjeter. Zoti Ramazan, çfarë ndodhi? Çfarë jeshte kjo? Zauteri duhet ta shihni këtë tani, ishte per ugjin e fermes sone, dhe per zotin Bento. Otavio, i intriguar dhe dukshem i konfuzuar, mori dokumentin nga duart e zotit Ramazan dhe filoi të leksonte, ndersa shpimi vazhdonte per parimin e tiqnes fond, mes mermerimave gjithnjë i me intensivitet turmes. Teksa kuptonte per mbajtjen e atyre reshtave të vjeter, fytyra e tiq po transformohej, duke kaluar nga konfuzioni filestar në një shprehje habjete paster. Kjo nuk mund të jetej vërtete, peshperiti ai, po tuajsi pa frime, duke leksuar dokumentin per herët e dite, sikur të kërkonte ndonjë shpjegim këti kundërshtonte atë që kishte parasiv të tij. Gjishim, ishte zoti Bento e këgjeti, ugjin per fermentoni. Zoti Ramazan pohoj me koke, ende i emocionuar nga zbulimi i tij. Ishte përkete arsye kë emri i tij meng Gjawakin Gjohur, zoteri. Isha gjali i ri, i sa po punesuar kur dëgjova tasheteme për një kërkues ugjarësh kë kishte shpetuar fermen, o nga një tatësire i të mërshme dekada me pare. Kurre nuk e imaginova se ishte ki njëjti burre kë eshte tani ati. I ullur në higje, gati per të perseritur, per fkingjet, të njështën mrekulli këngjedi të beri perni. Këdafio në gjeu një leshome në fit, duke kuptuar, me në fund, kuptimin e vërtete pas ati boleku ke gjithmone e kishte konsideruar vetëm fatose merite ekskluzive të gjishit të ti.
tek gjithë pasurinë, tek gjithë komoditetin, që familja e ti kishte gëzuar për gjatë dekadave. E kishte origjinen direkte në talentin dhe bujarine e atij burri të njajte që ai, dite me pare. E kishte talur publikisht për moshen të verberine i tij. Flavio pane drejtim të zotit Bento. I ullur ketesisht në higjen e lendines e improvizuar, të ngju për herete pare ke nga filimi i asaj historie, një turp të tele për tonin talles me të silin e kishte trajtuara të burre dite me pare, në sheshin kendror të grupes se telle. Kuqtoj fjalet e tigjit të thena me persmim, per një plak të verber ke kure nuk du të shihte u gjenën toke, pa e imagjinuar se ai burre i njajte kishte garantuar, dekada me pare, prosperitetin i familjes së taj. Zoti Ramazan pse gjishim kurre nuk ma tregoj kete, pjeti Otavio. Ende duke u munduar të asimilonte të gjithë dimensionin e atij zbulimi. Nuk edi saktesisht, zoteri. Ndoshta koloneli preferoi të ruante këtë histori vetem per vete, ose ndoshta me kalimin e viteve. Dhjeshtu me suata mendonte atë u gjesi diska ke gjithmone kishte kene ati, pa kuqtuar me ndihmen ke muri per të gjetur. Njerezit, ndo njehire, harozne me lehtesi atë kenje dite i ndihmuante në poshtin veshtiresite i tyre. Otavio i ruajti dokumentin me kujdes brenda kshepit të gjelekut, duke ngjere peshen e letres potuaj se sikurta ishte pesha e vete ndjergjegjes së tij, dhe kuptoi se do t'i duhej, se shpejti, tek gjente fjallet i duhura per të riparuar publikisht. Para gjithë atyre njerëzve, mos respektin e kryer ndaj zotit Bento. Para se te mund të organizon të plotësisht ato mendime, me gjithate, vëmendja e përgjithshme u zvendos papritur nga nxehtë trazim në rritje që vinte nga vendi i sakte i shpimit. Ishte në atë çaste sakte, në mes të zbulimit trondites, kur një britme euforike gjehoj duke ardhur direkt nga vendi i shpimit, duke ndërprerë papritur mendimet i munduara të Otavios dhe duke tërhekur vëmendjen i mengjeheshme tek gjithë turmes se mbledhur rreth terrenit. Pritma që gjehoj në terrenin e prones se kodres se gjuasi, erdhi nga një prej teknikeve që po punonte me makinen shpuese, i cili ngriti krahet në eufori duke pare, permes panelit të kontrolit, shenjat e parate kartat e lagështise intensiv në kampionin i sapo në gjere. Parametra para se të plotesoheshin 30 edimetrat e thelesise. Saktesisht si që kishti treguar zoti Bento një dita me pare, makiname në fund të një shtrese toke me të bute. Të një rime e fukishme u gjishpertheo papritur drejt lartësise, duke lagur tekniket që punonin me prane pagjisjes. Tërma shpertheo në një festim teme një hershëm. Pritma gezimi dhe lote duke u perzir me zerin, e u gjithë ke vazdonte të shperthente me forse e gjithë një. I me të madhe, duke formuar shpesht një pelg bujar mbi token me pare kreshtesisht të tare. Zonja Konstantinara në gjungje, duke vene duart në fityre, i pafte për të mbajtur emocionin para asaj skene kë, pakti të me pare, duke i pamundur të konkretizohej. Që shte ugje i vertite. Bertit nin zera kudo ndersa femijet vraponin të gezuar në drejtim të rimes, duke ngjere per herit të pare pas muajsh atë ngjesi freskeze mbi lekuren i ndeshkuar nga dieli. Rikardi i habitur, u afrua ngadale të pelgu kë po formohej, ende mos besues para asaj kësite e tij po deshmonin. Pas muajsh studimesh, pagjisjesh të sofistikuara dhe analizash teknike të detajzuara, kishte kene një burre i verber, i udhëhekur vetëm nga ngjeshmëria e grumbulluar gjatë një gjetet e tere. Ai ke kishte gjetur saktesisht atë që shkencja me i avankuar nuk kishte arritur të lokalizonte. Otavio ende duke procesuar si euforini e përgjithshme ashtu edhe, zbulimin që sapo kishte gjetur permes dokumentit të gjishit të tij, e që nga dale deri ku zoti Bento po kendronte i ullur, me rozen prane tij, gjithashtu e emocionuar me konfirmimin i asaj që gjithmone e kishte ditur se ishte e mundur. Para gjithë turmes, Otavio u gjungjezua prane karigës se zotit Bento, duke marrë duart e rudurat e plakut kerkues mes duarve të ati, në një gjest perulesi ku i befasoj të gjithë të pranishmit, vesanerisht ata ke kishin dashmuar tonin e ti talles dita me pare në shesh. Zoti Bento duhet të me falni,
Gjutalem publikisht dishova në aftesin e tuaj vetëm sepse gjeni I verberde keni me shume si njëkind vjetjete. Isha arrogante I padrejte, dhe toka sapo me tregoj si sa shume gabim kisha. Zoti Bento I prekur telle nga ato fjalë të sinkërta. Buze keshi këtësisht. Duke shtrenguar mbrapsht Duarte Otavios. Biri im nuk ka nevoje të kërkoni falje. Gjeta na meson të gjithëve. Hereta vone, se urtesja e vërtete nuk është gjithmonë ati ku presim të gjegme. I rendësishme tani është këtu familje du të kene ugje të mgjaftu e shem për të rindërtuar gjetet I tyre. Otavio, ende I emocionuar njeu se duhej të zbulonte, në atë qaste sakte, para gjithë turmes, zbulimin kë Zoti Ramazan I kishte shjele minuta me pare. Zoti Bento, ka edhe një gjë tjetër që duhet të gjutregoj. Gjishi im, kolonel Kotinji, gjithashtu I detirohet bole kune ferme sone gjuve. Gjeta një dokument të vjetër që vërteton se ishit ju aike, dekada me pare, treguat vendin I sakte të pusit tone artizanal. Gjë heshtje habi pushtoj turme, enje kur shpesht nga një zurme e emocioni. Zoti Bento I befasuar nga zbulimi papritur, këndroj për disa qaste në heshtje, si kur të rikuperonte, nga brenda memoris se tij, kuçtime kje I gjikonte përfundimisht të harruara nga koha. Embajmend atë ferme. Ishte një nga punete para kebera, ende shume I ri, para se të njëgja Amelian time të dashur. Kurre nuk e imaginova se gjali ke sot gjungje zohet, para megje do te ishte, nje dite. Nipi I ati koloneli Fisnik ke me trajtoj gjithmone me ak shume respekt. Roza duk degjuar atë zbulim per të kaluare. E Zotit Bento de fermen e Kotinjve, në gjosit e ti mbusheshin me lot, duke kuptuar se agjudite per fake son të shume me te perse sa tjesht fundi, e nje tate sire të zgjatur. Per fake son të ritakimin e di familjeve. Historita e te silave, pa editura skush, ishin të ndërturura prej dekadash nga njegjest I njejte bujarje të heshtur. Zoti Bento gjithmoneka të nese u gjika memori. Zoti Otavio sun komentoj agjo. Duke fshire lotet me kurizin e dures. Ndoshta këgjo toke gjithashtu ka memori. Dhe edinte se ishte koha për të bashkuar për seri keto di histori. Zonja Konstantina, ende e gjungje zuar plane pelgut ke vazdon të formohe, ngriti si të drajt kjelit, duke falenderuar ne heshtje per atë mrekulli kë e gjikonte. Deri para pak ditesh, te pa mundur të ndodhte. Familjet e kodres se gjuase filuan të per kafoheshin, shume prej tyre ende mosbesuese, para bolekut kë e mene fund shperthente para sive të tire, duke premtuar lehtesim afat gjate per të gjitha, ato gjete të ndeshkuara nga tatesira e zgjatur. Per gjite ati emocioni, Otavio duke përmbushur premtimin e bere publikisht dita me pare, njoftoj se ende atë gjave du të regjistronte në noter durimin e viles e rruges e akacieve në emerte, Zotit Bento, duke I garantuar komoditet dhe dingjitet per pjesen që të erta jetes se taj. Per vet sigurimit kë u gji I sapo zbuluar të ndahej lirisht mes të gjitha familjeve të komunitetit të kodres se gjuase. Në editet ke pasuan, lajmi I asaj ka kishte ndodhur në pronën e kodres se gjuase u përhap shpesht në të gjithë rajonin e shpatit. Gjerez nga kytet e fkinje u dhetonin vetem për të njohur vendin ku një burre I verber, mbi një kind vjec, kishte gjetur ugje sakte se shtati ku shkenca me I avankuar kishte deshtuar vazhdimisht. Shume mberinin kurioze, të largoheshin të emocionuar, të prekur nga historia e bujarise të të kalimit kë bashkonte Zotin Bento, Otavion të gjithë atë komunitet. Sa I pas premtimit, Otavio u parakit në noterine e grope se thelle ende atë gjave, I shokeruar nga Zoti Bento dhe Roza, për të zirtarizuar durimin e vile se ndodhur në rrugën e akacieve. Noteri I prekur dukshem nga historia kë tashme karkullonte në të gjithë kitetin, hartuj dokumentin me kuqdes të vesante, duke dëshmuar atë gjest riparimi ku e bashkonte, simbolikisht libreza të ndarin nga dekada heshtjegje dhe harresi. Zoti Bento ke nga sot, kjo vile eshta e gjuaja, deklaroi Otavio, duke I dorezuar qelesat plakut kerkues, I cili I mori me duart ke I drideshin nga emocioni, dhe dua ke Roza te vazhdojje te jetoje me gju, ke kurre me te mos gjuduhet te përballeni vetem me sfidat e gjetes.
Roza I emocionuar perkafoi zotin Bento, duke premtuar se do të vazhdonte pranë tij. Tani në një shtëpi shumë me komode se sa shtëpia e thjeshtë prej kërpiçi ku kishin gjetuar perak shumë vite. Përveç durimit të vilës, Otavio punesoi një ekip të specializuar për të ndërtuar një rrecette plotesh për ndërgjegje ujinga pusi I ri, duke garantuar që të gjitha njerëzit e ka familjet e komunitetit të kodresi. Gjuase të kishin akses të lehtësuar dhe të përhershemne atë bollek të sapo zbuluar. Gjithashtu vendosi kryenje pjesë e fitimeve të fermes se tish të destinohej. Kërketej e tutje, për mirëmbajtjen e projekteve sociale që ndihmonin familjet në situate vështirësie gjatë periudhave të tatësires ekstreme. Zoti Bento, tashma I instaluar në rezidancën e tij të re, filloi të priste vizitate shpeshta nga banore, kurioze për të dëgjuar historitë e tij për kohet e vjetra, për zanatin pothuajse të harruar të kërkuesit të ugjerave, të për Amelian e dashur, kushtimin e Ceciles ajmene fundën gjehejnë pake, të ndante publikisht për seri. Shumë pas dite, I ullur në balkonin e gjeret e viles. A ju tregonte vizitoreve se pasuria e vertete I një gjete nuk ishte në madhesine e pasurive të grumbulluara për negatishmerin e për të ndare me bujari ate ke mesohet gjate rrugatimit. Otavio nga ana e tij, u bën burre dukshem I transformuar pas atyre ngjarjeve. Filloi të vizitonte çdo javë zotin Bento, duke dëgjuar historita e tij me vëmendje nderuese, dhe adoptoi në menakshimin e fermes së tij një këndrim shumë me të afert dhe solidar me fëmijët, që me pare I konsideronte larg realitetit të taj. Mikësia që u formua mes të dajve, pavarësisht diferencës në moshe dhe trajektore, u bën shembull I komentuar në të gjithë rajonin. Prove I gjale se urtësia e vërtetë shpesh banon saktësisht atij ku me pak pritet të gjendet. Sonja Konstantina dhe familjet e tjera të kodrese e gjuase. Me në fund të liranga pesha e tatisires e zgjatur, rifilluan mbjelljet të kopete I tyre, duke rindertuar pak nga pak gjetenke mungesa e u gjithë pothuajse I shkaterroj plotesisht. Në çdo korje të perterire, në çdo rritje të rikuperuar, mbetej I gjale kushtimi I atij plaku të verberkë, kunder të gjitha pritshmërive. I kishte këtier shpresën një komuniteti të tere. Me kalimin e muajve, pusi I vogël I shpuar në atë ditë të paharrueshme u shndërruan në një burim të fukishëm, I rrethuar nga një strukture I thjeshtë mbrojtëse I ndërtuar nga vetë komuniteti, me ndihmën financiare të Otavios. Pranë pusit, ngriten një tabele të vogël druri, të gdendur me dore nga një prej banoreve me të aftete kodrese gjuasi, me fjalet. Këtu, urtësia I një të fituaj ati ku shkenca hezituaj. Në nderim të Severin Alibentos, Qadovit, në daten kur u gjish për thu për herit e pare, komuniteti I mblidhej për të festuarët e moment me një festë të thjeshtë, plot muzike, ushkim të bolshem dhe histori të treguara me zete larte për fëmijët me të rinj, duke garantuar që ai mesin perulesi të mos harro heqkurre nga brizat e ardhëshem. Zoti Bento, tashme me shendet me të brishta, por me shpirt të gjithmonet e leta, zakonisht thoshte, ne ato raste, se trashëgimia e vërtetë që dëshironte të linte nuk ishte e beri prej tokash apo pasurie, por prej sigurisë se çdo person, pavarësisht moshes, pamgjes apo vështirësive të përbalura. Inde mund të keti diçka të vlefshme për të ofruar botes, duke mjaftuar këti kushtëgje të I gatshëm të dëgjogje me zemër të hapur. Historia I zotit Bento dhe Otavios me son se përvojgja dhe urtësia, e grumbulluar gjatë një gjete të tire shpesh vlejneme, shume se çdo pagjisje moderne apo njohuri teknike e specializuar, të se kurre nuk duhet të në vlere sojme dike nga pamgja, nga mosha e thjera apo nga nje e kaluar kek gjikojme. Në kësitim të tashme të gjkaluar apo të harruar. Të dashur shikues, shpresojme që rrugatimi I zotit Bento dhe Otavios ta këtë prekur zemren, e Cecilit prej gjush, ashtu si që preku të gjithë atë kje dashmuanate, momente paharrueshem në krahinen e shpatit, per të vazhduar këtë udhetim, emocionues permes historive po akter hekese. Kemi përgatitur një listë të vesante, të kilen e gjeni pikerisht këtu anash, duke klikuar në linkun e treguar. Nëse kjo historigju emocionoj ashtu si na emocionojne,
Mos harroni të regjistroheni në kanalin tonë dhe të lini pelkimin tuaj në video. Çdo ditë zhjellim histori të reja që eksplorojnë. Me dashurit dhe të lesi, kompleksitetin dhe bukurinë e jetës. Mos humbisni përmbaj gjetë tona të ardhshme. Dhe na tregoni aty në komente, nëse keni nevleresuar ndonjë herë diken nga pamgja, nga mosha apo nga e kaluara, ashtu si Ottavio Beri me Zotin Bento. Ju presim atje, fundi i historisë.